Bedri Hamza ku ka taku me veteranët e UÇK-s. Thash valla është ta veteranët e UÇK-s që thojnë vetit për dykë, boll shtire kanë me votu. Vallaj kur ta ban men me votu një njeri që ka boj stafetën e titës. Edhe me nejt një orë ato në atë farsale me ngu, një njeri që ka boj stafetën e titës e vetit i thët veteran, ka qa problem është me votu këtë njeri, po nëse nuk i di, drejt aty në është bon shka dojnë, mo për vete unë e kur një teme se kësha qitë votën e një njeri që ka bojt stafetën e titës. Ja, vesh nga në shka pas ka thonë këfar, fiturën. Qa? A pas kanë fitu këta, se këta veç e pas kanë shpall fitoren, Bedria. Postjeri i stafetës titës e pas ka shpall fitoren, pas ka thonë orime, fitoria është e jonja, orime për ato, orime për këta, orime për ato. A parën që se ka lënë 15 deputet. 16 mushim i marë është sukses për juve. Veç, pa i gore kam besani që pëmdhimën që ta farë njerë që votojnë këtë i thët vetit veteran e shkon me shajt të UÇK-s, ato në të bim, edhe voton një njeri, edhe ngon një njeri, e të man fjalim një njeri që ka bojt stafetën e titës, të man fjalim për patriotizëm. Që kjo bë është pak e ronë në borë, që to nuk pëmoj me bojt, adin, se hajt në është, adin, mos u shqit bële patriotë, njeri thjesht si kejt bota votu kanë dush, nuk është problem, së është problem jam e pse votan ata. Amo kur ta shenë në UÇK-s, edhe votan një njeri që ka boj stafetën e titës, që të dy sene nuk përshkojnë bashkë. Se votu kanë dush, nuk është problem, amo. Qëto sene nuk bëhen, adin. Ta është me krasu me Kingun, Bedri Hamzën me krasu me Albin Kurtin, ta janë shumë largë, ndash për Dionin, ndash për patriotizëm, ndash për çka dush. Adin, është nga nësh, Kingu, qërë vone. Telekomi Kosovës, të doshur asjan gjatë 3 viteve të fundit, 2023, 2024 edhe 2025, Telekomi Kosovës i ka fitim si kompani publike ma shumë se 23 milion euro. Pra për 3 vjetë, ma shumë se 23 milion euro. Por, a dini shka, 8 vjetë para neve, a dini sa ka pos fitim? 3 vjetë me neve, 23 milion. 8 vjetë para neve, minus 149 milion euro. A një qka është hajnia? Me Albinin 21 milion fitim, a kur janë konë hajnat në qeveri, 149 milion minus. Dhe me thonë shtetë do është me pagua të pare, se kur jenë minus, do të me majtë kompanien, do të me dhonë pare. 149 milion i kanë bjerë. Edhe sot dalin shesin patriotizëm, e shesin moral, thët mos më thoj hajnë. Po qysh me thonë, ngone hajnien që kanë bon këta të opozitës, vesh ngone këtë Kingun tonë Albin Kurtin, që ka thetë? Qfar hajnie kanë bon? Ngone. Telekomi Kosovës, të doshur asjan gjatë 3 viteve të fundit, 2023, 2024 edhe 2025, Telekomi Kosovës i ka fitim si kompani publike ma shumë se 23 milion euro. Pra për 3 vjetë, ma shumë se 23 milion euro. Por, a dini shka, 8 vjetë para neve, a dini sa ka pos fitim? 3 vjetë me neve, 23 milion. 8 vjetë para neve, minus 149 milion euro. Minus 149
Qka me thonë në burë? Kë nuk o të rajtë. Këto këtë popullë e din. E di edhe, e din edhe ata që kanë bjedhë. Që kjo të thonë realitetin, 149 milion i kanë bjedhë ato. Ban që me dalë në plus, këta kanë shku në minus. Nduket keni arru popull që një kartë e telefonit, një numër të telefonit, mas luftës u shqit 500 euro. Kush e mon men. Një numër me ble një kartë, sodi që ta e falë zdo kompani, në atë kohë u shqit 500 euro. Edhe dilshin prapë minus 140 milion euro. Tash logarete, për 20 vjetë, so kanë mujtë me shku këta në minus. Kanë 140 milion. Edhe dolin, thojnë, jo na jem patriota. Jo na jem me Rogovën, jo na jena me Oqëkën, jo na jena me Kosovën. Jo një vesh me hajnien, kur gjëse një tjetër. Vesh me hajnien e. Bash heq kur gjo në keni. Shka me thonë? Unë e du Kosovën edhe jam mësën vetit me ble 200 hektar tukë me 13 cent arin. A një duj son 5 euro. Heq mos me punu nga tukë, vesh 5 duj në vetë me të qitë, fitimi është 6.000%. Vesh me shku me kosit me të bu edhe me shqit 5 euro një duj, 5 duj 25 euro. Ari, fitim. E ke ble me 13 cent. Logarete 6.000, 8.000% fitimi. Ta po thëmë pëse se ke ble ti. Jo dhe unë me 13 cent i kisha ble belin, jo, nashta 200 s'kisha mujt, po një 50 hektar i kisha ble, ashta dhajta. Marë bërgjë 200 i kisha marë. Kisha hi pëse jo. Kish ka përcy asfalte asajt pare, kisha shqit ka 7.000 euro ta një arin, edhe u kry puna. Shto, bash milioner, në ryshe qësh mund nësh me bo milioner në Kosovë? Fabrika s'ka, prodhem s'ka, që ta deputet milionera që janë të opozitës, krejt pe të parit dhe të fundit atje, krejt me hajni, me rrimën të marë, me qymyrin, me cigare, me naftën, me ato, krejt me shqitore të mëdhaja, krejt tyne. Vesh nëmën tjetër kujtë. Dalin deklaran pasunien, është nëmën djallit, është nëmën gruës, është nëmën babës, është nëmën vlavit, këta fokara o krejt. Edhe në shesin moral, thojnë hajde e votam. Ja unë ju, ajo që dëni me votu, votani. A unë ja. Edhe 500 vjeti me e tu hajnë, unë nuk të votaj.